Mirdita. Nëse do të thosha që Atlantida, ajo Atlantida e humbur që kemi folur për herë, ishte një kontinent i vetëm dhe në të gjithë botën. Ju çfarë do të mendonit? Dëgjojeni me kujdes këtë që do t'ju them tani, sepse është një nga misteret e pasgjidhura të shkencës dhe të arkeologjisë, por njëkohësisht edhe një nga misteret e Amerikës Latine. Në Meksik ekziston një monolit. Një monolit është 7 metra i lartë dhe 168 tonë. Askush nuk di se kush e ka ndërtuar, si e ka ndërtuar, thuhet për aztekët. Por tani do t'ju tregoj disa sekrete që duhet të diskutojmë, sepse të kuptojmë se në çfarë bote jemi dhe ku vazhdohet për herë që duke mos ditur ndoshta disa sekrete apo mistere të dikurshme, insistojnë ose e bëjnë të qëllimshme duke na informuar gabimisht. Pse them gabimisht? Sepse po sikur pikërisht pra ajo Atlantida e humbur që thoshim dikur, të ketë qenë një kontinent i vetëm dhe botat ketë qenë e zhvilluar ashtu siç edhe sot. Dhe nga kataklizma të mëdha ose nga një forcë mbinatyrore e shpërbëri gjithë tokën, e përhapi, e çau dhe krijoi kontinentet që njohim sot. E di që kjo duket një jo fantazi, por një ëndër. Okej, por le ta diskutojmë. Nuk do ta gjeni as gjikundi këtë, sepse kjo është një ide, mund të thuhet, i disa studiuesve autonom. Është një monolit kush është rastisht i gjithmonë dhe nuk e ka bërë, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Tlaloc quhet monoliti. Tlaloc dhe është gjetur në Meksik. Ka formën e një diviniteti, si quhet, ose një perëndie, siç i thoshin aztekët, dhe ishte perëndia e ujrave ose perëndia e shiut. Kjo perëndi ndihmonte njerëzit për të rënë shi, për të patur ujë, pra perëndia e ujit, që është, duhet ta theksojmë këtë, perëndia e ujit është ajo perëndi që i jep jetë çdo gjëje, sepse uji është thelbësor për jetën e njeriut, jo vetëm në tokë, por edhe vetë jetën e njeriut, pra të trupit të njeriut. Dhe mendohet që ky divinitet, pra kjo skulptur, është bërë në momentin e Atlantidës, pra kur përpara se Atlantida ose një mbetje e Atlantidës humbur. Pse thuhet kështu? Sepse në vitin 1164, mos gaboj, kur e gjetën një fshatar, teksa po este për të bërë dru, vurire këtë monolitin, këtë gurin, edhe donte që ta thyente. Është e pamundur që ta thyesh atë gur, sepse është një gur vërtet i çuditshëm dhe i punuar me një teknologji të panjohur nga ne. Atëre, Tlaloc është 168 tonë. Si ka mundësi që ta kenë lëvizur 168 tonë kur thuhet që ky monolit është ndërtuar ose krijuar në shekullin e parë para erës sonë? Do thot në njëri nga ju po kanë krijuar edhe gjëra tjera, kanë ndërtuar edhe gjëra tjera në atë kohë. Dakord. Po si e kanë bërë me kaq përpikmëri? Duke sikur të jetë bërë në 3D ose sepse ka është sikur të jetë bërë me një blok cimento, sikur të jetë futur në një si mund t'ja u themun, në një formë, ato format që bëjnë për të, e keni parasysh për bëjnë atë format e tjegullave ose ndonjë gjë tjetër që fusin brenda, ato çka duhet dhe kur e hapin që thahet, është forma. Eksaktësisht kështu duket edhe ky monoliti. Tlaloc quhet, shikojeni sepse është vërtet i çuditshëm. Është bërë një dokumentar nga BBC dhe e kam parë para shumë vitesh ky. E kam parë në vitin 2002-2003, mos gaboj, dhe më kam mbetur në kujtes, por nuk kisha folur për këtë, s'kam folur asnjëherë për këtë, por meqense më kujtua tani, sepse pash një shkrim që ishte bërë të një studiuesi meksikan, ku ai thot që diviniteti ose perëndia Tlaloc nuk ishte gjë tjetër veç se mallkimi i Atlantidës. Në fakt, mallkimi i Atlantidës është thënë që nga kohrat e lashta. Si? Mendohet që ky monolit, pikërisht pra mendohet që ka qenë i Atlantidës, sepse të gjithë popujt, jo vetëm aztekët, por edhe popujt e tjerë, kishin disa mbetje që vinin nga Atlantida dhe ky
monolit mendoi që ishte një pjesë që kishte mbijetuar në kohën e Atlantidës dhe mbeti. Në fakt, Aztekët e quanin mallkimi i Atlantidës. E gjeni dhe këtë sepse gjendet gjithandej. Unë vetëm ndes shkëndije në disa informacione që të kuptojmë se çfarë diskutimesh bëhen sot dhe që ti je i detyruar që të mësosh ato që të diktojnë dhe nëse ti nuk i mëson, nuk mund të kalosh shkollën ose nuk të marrin për bazë. Sepse njerëzit, nëse keni vënë re, të diktojnë që ti duhet të mësosh këtë, se s'bën duhet ta mësosh. Sepse ndryshe nuk je grada, nuk je profesor, nuk je doktor, nuk po flas për doktorët për mjeksi, por doktoratën e arkeologjisë apo doktorata të tjera të shkencave. Dhe po thosha, si është e mundur që jo vetëm nga Aztekët, pra në Meksik, siç ju thash që ky monoliti që është 168 ton, që si e kanë lëvizur këtë, përveç se si e kanë krijuar një herë para, dhe pastaj se si e kanë lëvizur, mbetet një mister, askush nuk e di. Disa thonë që me ato litarët si puna e piramidave në Egjipt është pothuajse e pamundur. Është një diskutim që duket edhe për fëmijët. Po ti thuash një fëmijë si mund të jetë bërë, e di që shumë studiues thonë, ti mos e mendosi sot, sepse këtë thonë studiuesit, mos e mendosi sot, po mendoje dikur që punonin mirë as klever për diçka. S'ka lidhje kjo. Nuk ka lidhje sepse nuk është monoliti i parë. Për shembull, është bërë një studim tek ato që zgjedhën dhe në Shqipëri, një nga ato sferat misterioze, mbani mend ato sferat prej guri. Këto sferat prej guri janë ndërtuar rreth 200.000 vite më parë. 200.000 vite më parë. Sferat prej guri. Dhe po ta shikoni, ai punim që është bërë me këtë Tlalok, është bërë me fjalë me këtë skulpturën ose monolitin, është identik ashtu siç edhe gurët. Në fakt ajo është gjetur rreth këtij vendi kanë gjetur edhe gurë nga ata të rrumullak, nga ata të mëdhenj, që janë 2 ton për shembull. Mirë po, gurët janë 1 metër e pak diametër, 1 metër, 1 metër e gjysmë diametër. Kurse ky monolit është 7 metra. 168 ton, 7 metra. Pra, e para një që ishte si periudhë duket sikur të jetë e njëjta dhe nëse ty të thonë që ky monolit është i shekullit të parë, edhe sikur me fjalë ti nuk e ke studiuar sepse nuk mund ta studiosh dot. Kështu që mund ta studioj për shembull një studiues me aparaturat e duhura, deri tani nuk e di, ndoshta është bërë një studim i tillë, por ndoshta nuk flasin, këtë nuk e di. Ndoshta u ka mbyllur gojën, por e vërteta qëndron që ka disa mistere të këtij monoliti. Dhe pse po flas për këtë? Sepse po sikur toka me të vërtet dikur, si thoshin Aztekët, ishte një e vetme, sepse Atlantidën ne e gjejmë në çdo kontinent. Pra, në çdo kontinent flitet për Atlantidën. Atëre, nëse në çdo kontinent flitet për Atlantidën dhe disa thonë që kanë mbetur, gjejmë disa mbetje të Atlantidës, për shembull, do t'ju them dhe një çmenduri tjetër. A e dini se për piramidat në Gizë mendohet që janë ndërtime të pikërisht pra të Atlantidës së humbur? Të paktën kështu thuhet. Ndoshta këto janë fantazi, por pse mos të shiko, do ju them diçka. Zhvillimi i njeriut, siç e kam thënë për herë, është bërë në 3 faza. Është bërë projekt, më falni, imagjinat, projekt dhe zbatim. Dhe nëse ti më bllokon iden ose si mund të quhet ajo, imagjinatën, atëherë unë s'kam për të bërë kurrë asgjë, sepse ti ma ke bllokuar burimin e parë. Dhe e njëjta gjë flasim edhe për zhvillimin e njeriut. Kështu që nëse njeriu nuk i lë imagjinatën, nuk do të ketë zhvillim. Shikoni për shembull Amerikën. Amerikanët janë të lirë të flasin për çdo gjë. Nëse e vini re, amerikanët flasin për çdo gjë. Dhe kurkush nuk u thot gjë. Në vendet e tjera, jo, kjo është kështu, strikt. Dhe në fakt nuk ka zhvillim. Zhvillimi është atje, paraja është atje, është e vërtet kjo, themi të vërtetën. Pra, nëse ne nuk e studiojmë duke imagjinuar,
Ne nuk mund të zbulojmë të vërtetën. Mendimi im, pastaj të më thoni ju. Dhe në qoftë se është kështu, pra që ka qenë Atlantida një kontinent i vetëm e tjerë, po sigurt këtë patur zhvillimin që kemi sot. Ndoshta edhe më shumë, me helikoptera, me makina, me anije kozmike, me çdo gjë, ashtu si jemi dhe sot, ndoshta edhe më shumë të zhvilluar, po sigurt këtë qenë shumë. Dhe me kompjutera njëkohësisht. Shiko, keni disa rafigurime që gjenden edhe në Vatikan, por edhe në disa vende tjera, edhe në piramidën e Keopsit, me helikopter, me disa gjëra që ne, ose makina, ose në ndece, që ne i kemi zbuluar vetëm, me fjalë, i kemi ndërtuar tani, por i kemi zbuluar ato shumë vonë, dhe duket sikur janë të një civilizimi të njëjtë me atë që ne jetojmë sot. Pra, po sigurt këtë qenë kështu. Megjithatë, monoliti Tlaloc mbahet një nga misteret më të mëdha të arkeologjisë. Dhe unë doja që ta diskutoja me ju, pres komentet tuaja, kalofshi një ditë mbar, ju përqafoj dhe studime të këndshme.